Valentina, cilat janë disa nga shenjat që një familjar mund dallojë te një fëmijë që ndoshta mund të ketë disa çrregullime ose mund të jetë në drejtim të një çrregullimi, domethënë, mendor. Atëherë, që në muajt e parë të jetës së tyre, janë disa sjellje dhe disa shenja që mund të lënë të kuptosh se si ndërvepron fëmia. Në 3 muajt e parë fëmia e ndjen nëpërmjet nuhatjes dhe atij shikimi fillestar shumë të dobët, po e ndjen që po i afrohet nëna ose babai ose figura tashuese. Nëse një fëmijë qan dhe merr 3 muajsh në krah dhe nuk pushon, pavarësisht se ka marrë nëna, pavarësisht se ka marrë babai, është një shenjë për të kuptuar. Nuk po themi nëse kjo gjë ndodh vetëm një herë, po nëse ndodh gjithmonë. Nëse një fëmijë është gjithkohon i agituar, pra qan shumë, dhe nuk ka një problem fiziologjik, që po themi të përjashtojmë dhimbjet e tjera gastrointestinale apo problemet që kanë bebet, është një alertë tjetër për të shqetësuar. Nëse një fëmijë nuk reagon ndaj zhurmave të forta, për shembull, ndodh që të përplaset diçka dhe fëmia duhet të trembet instiktivisht. Nëse ai nuk reagon, ka diçka për të vëzhguar. Nëse një fëmijë 6 muaj ose 8 muaj ose 1 vjeç, kur ti flet në emër, drejtohesh, e ja merr këtë, merr atë dhe nuk shfaq interes dhe nuk e kthen kokën, ka diçka për të shqetësuar. Nëse një fëmijë fillon ato muajt e parë që po ngrihet në këmbë dhe ecën kryesisht majt gishtave, tunduart, ose duket në tukje ai fëmia indiferent dhe ende nuk ka filluar të thot asnjë fjalë, ka diçka për të shqetësuar. Mesatarisht një fëmijë 1 vjeç duhet të thot 8 deri në 12 fjalë. Të gjithë prindrit janë të vetëdijshëm që nëse një fëmijë 1 vjeç sipas studimeve, jo sipas meje, nuk thot 8 deri në 12 fjalë, duhet ta kenë në konsiderat. Nëse një fëmijë shfaq shenja agresiviteti me fëmijët e tjerë gjatë gjithë kohës dhe nuk është atashus, nuk është miqësor, nuk përfshihet në lojra, 2 vjeç, 1 vjeç e gjys, atëherë ka diçka për të vërejtur me shumë kujdes dhe duhet parë nga një sy specialisti. Ka një sër faktorësh të tjerë që ndoshta për momentin nuk i kujtoj, por kur ka element sjellor të tillë, duhen konsideruar dhe duhen parë nga një specialist i fushës. Atëherë bëhet një vlerësim, pasi bëhet ky vlerësimi mund të referohet nëse vrehen shenja të tilla, referohet nga një ekip multidisiplinar që të bëjë një vlerësim më të thelluar. Ekipi multidisiplinar është psikiatri i zhvillimit, është logopedi, është psikoterapisti, është punojësi social. Të gjitha bashkë dalin në një raport përfundimtar ku secili nga ata e ka marrë fëmijën në vlerësim. Që do thotë secili nga ata ka zhvilluar një, le të themi, seancë vëzhguese për ta kuptuar fëmijën. Dalin në një raport të përbashkët dhe japin sugjerimet e tyre. Pra që është një vonesë e të folurit, një vonesë zhvillimore, një predispozit për çrregullim të spektrit autizmit apo në një çrregullim të ngjashëm. Nëse një çift që ka një fëmijë me sindromin Down, edhe ka frikë me pas një fëmijë tjetër, a ka ndonjë statistikë që tregon se sa është probabiliteti që mund ta ketë edhe fëmia i dytë një atë çrregullim? Për sindromin Down Ose një nga problematikat e tilla, domethënë. Për çrregullimet të spektrit të autizmit, probabiliteti për të pasur një fëmijë mbas fëmijës parë me çrregullim të spektrit është i lartë. Okej. Po për sindromin Down nuk di të ketë studime që të theksojnë që duke qenë se ka një fëmijë me sindromin Down ka probabilitet që të ketë i dyti. Por për çrregullim të spektrit pa diskutim që ka. Dhe madje një çifte ku kanë 3 fëmijë rresht të 3 me çrregullim. Dhe kryesisht ky çrregullim është më i rëndë më shpesh tek djemt, po kur preken vajzat është më i rëndë te vajzat. Pra simptomatologjia dhe agresiviteti dhe tipologjia është më e vështirë te vajzat. Sa është probabiliteti që një person me problematika tilla mundet me u integru në shoqëri? Për shkak kam pasur raste që janë të punësuar. Patjetër. Është shumë i lartë, sidomos kur prindrit e familjarët dhe mjedisi i afërt e evidenton këtë që në hapat e parë. Pra që në ato muajt e parë.
sa më herët ta identifikosh, aq më mirë është, sepse truri siç thamë është muskul dhe mund të punohet me këtë fëmijë. Identifikohet se ku është problemi, pra cila sferë është e dëmtuar, sfera kognitive, emocionale, sociale, dhe ngrihet një plan terapeutik siç e shpjegova, dhe ky plan terapeutik vihet në zbatim tek terapisti. Terapisti punon që mund të jetë logopedisti, mund të jetë terapisti ABA, psikoterapisti cognitive behavior therapist, mund të jenë terapistë të ndryshëm të zhvillimit, të cilët mbas 3 muajsh ky ekip i multidisiplinar ose 6 muajsh ribën këtë vlerësimin nga e para. Kur e ribën vlerësimin e shikon ku ka ecur, cilat faza janë zhvilluar, cilat zona janë zhvilluar, cilat kanë nevojë për intervenim dhe një hartim të një plani të ri pune. Por pa diskutim që përmirësohen dhe integrohen shumë mirë.